Nëse ata mendojnë që është mirë, mirë është. Ata dinë. Bravo ju koft, ata di. Kemi hyrë në muajin e shenjtë të Ramazanit, më saktësisht jemi në javën e dytë, ku një numër i madh i qytetarëve agjerojnë në këtë muaj të shenjtë. Ne kemi dalë së në Mitrovic, ku e dim që një numër i madh i qytetarëve këtu i përkasin fesë islame. Andaj, gjithashtu, një numër i madh i lokaleve qëndrojnë të mbyllura deri pas iftarit. Mendimi jëtë si qytetarë, a kanë bo mirë apo keqë? Jo, ajo është individuale, si gjithkushe. Kjo është një prej atyne pjesëve të fesë që gjithkushe ka të garantume për atë pjesë që spunon, e ka të garantume fitimin për Allahit. Edhe nuk e shoh diçka që është keqe për arsye se këtu kryesisht është popullsi muslimane edhe dikun ka 90-95% janë musliman që është Edhe që nuk shërbejnë alkohol? Edhe që nuk shërbejnë alkohol, normal që edhe ma mirë bile kjo alkoholi, po tri qyshpe e përdorin, kjo është e mirë se ardhën për mu këthyje në rrugë të mirë. Me folë vesh nga kohëm diçka, ku me dit, po. Kanë bo mirë që i kanë bëllë? Pas ka bollë do shumice e kanë hapën, kanë prap. A mendon që kanë bo mirë apo këtë si pas juve? Sti, sa më thonë, është pyetje vështirë, besa po më vështirë, më deklaruat, unë mendimi, unë jam gjenushëm, për mu s'prish punë hiç. Kam dalë me hop kohë dhe... Por ty nuk prish punë? Ja, s'prish punë hiç kërgjë nuk është. Edhe që nuk shërbejnë alkohol? Edhe që, ja. Ajo është punë e tyne tash. Për që janë byllë? Për shkak të Ramazan, nuk punojnë deri mas iftarit? Normal, e kanë drejtë në vite. Kanë drejtë në vite. A mendoni që kanë bo mirë apo keq? Nuk. Nëse ata mendojnë që është mirë, mirë është, u kry. Po edhe që nuk shërbejnë alkohol? Urna? Edhe alkohol nuk shërbejnë gjatë Ramazanit? Po nuk, pse me shërby, ata dinë. Bravo ju koft, ata dinë.